Sot kam lexuar një lajm shumë interesant. Del çdo vit në fakt, por sot e lexova një faqe interesante që merret me ndonjëherë me gjëra kuriozitete të faktuara, që është faqja Fakto Epikale, dhe kishte nxjerrë një listë me shpenzimet e deputetëve në parlament. Më të shtrenjtit, ata që nuk lënë as ishin dark, vetëm pse u jep ligji ta e marrin. Edhe do thoni ju, kush ishin deputetët që na kushtojnë më shumë neve, taksat e shqiptarëve. Njëherë para ishin këta që nuk i mirnin fare këto, si kishin marrë këto shpenzime fare, pra shpenzime për telefon, dieta ushqimore, kujtun që ishte tjetër karburant, ndoshta karburant. Nuk i mirte Sali Berisha, Gran Shehaj, Blendi Klosi, edhe një tjetër harrova. Ishte dhe një tjetër, për nejse. Tani ata që i marrin 100% cent më cent, disa prej tyre, është shumë interesante. Janë deputet, përveç 2-3 prej tyre që janë që i gjejmë shpesh në parlament që flasin e diskutojnë, tjerët janë të gjithë anonim. Edhe do thoni ju kush janë këta. Nga analizimi i shpenzimeve, rezulton, thot kjo faqja Faktoje, si duket kjo këtu mësën? Asnjëherë se kam kuptu si mund ta marrëm këtë letrën që edhe ju ta lexoni. Nëse po a lexoj këtu, po letra ekziston edhe mund ta gjeni edhe vet. Ka marrë kjo faqja Faktoje Epikale dhe ka analizu dhënat, kush ka marrë, çka ka marrë, ato dietat edhe ato të asaj. Edhe rezulton Antoneta Dhima, e keni parasysh është një deputete e Fierit. Unë se kam gjuar një herë kur duke fol ata. Kur. Ilirian Pendavinji. As këtë se kam iden fare kush është. As Floral Haxhiu. Edhe ky që ka deputet. As se kam iden fare. Greta Bardeli, këtë e di që është e PD-s. Kjo ndoshta ka fol ndonjëherë, po ka fol më shumë para se të bëhej deputete për të bërë deputete, se sa tani mbrapa që u bë deputete. Elton Korreshi, që ka kushuri Sajmir Korreshi duket. Dhe vim tek Perla, Zeqinet Saushi, Fadil Nasufi, Hatixhe Ekonomi, Gazmend Bardi, se do i lexojmë gjithë tani. Elio Mile, Fidel Kreka, këtë Fidel Kreka më duket është i Korçës, ky mori shumë vota në Korçë, i PD-s më duket. Edhe Ana Dajko, kjo e këti që ka ky lapet, Tezja, halla që është. Tani, këta deputet, përveç rrogës, 3 miliona sa e kanë rrogën, kanë marrë vlerën më të madhe në zërin dieta ushqimore brenda vendit, 1.489.200 lek. Në muaj, që ka 22 ditë, pra ne, me këto vlerë që kanë marrë ata prash, se cili nga këta, nga 1.400.000 lek, kanë marrë shpenzime ushqimore, vetëm shpenzime ushqimore, pa llogarit që marrin 170.000 lek në mujet telefon. Pra si që bëjmë këto ofertë, të të s'ka më shumë 20.000 lek, 40.000 lek mund tjetë maksimalja ofertë telefoni, me gjithse vjedh Wani me Vodafone sa na rjepin, maksimalja e ofertës telefoni që di unë është 30.000 lek të vjetra. Këta marrin si deputeti 170.000 lek në mujet. Pra hiq 30.000 lekshin, 150.000 lekshin e marrin kot, s'di pse e marrin. Edhe as nuk u rishikon njëri. Po tani vetëm kaq. Na paguajmë në ditë, vetëm për të hënë, për të ushqyer, Zeqinen 65.000 lek në ditët. Kjo është një shifër e të shmendur që nuk besoj që edhe Zamir Mania që është më i pasur në Shqipëri, 65.000 lek në ditët ushqim. Kurse ne paguajmë 65.000 lek në ditët për të ngrënë Antoneta Dhimën, Ilirian Pendavin, secilin, nga 65.000 lek secili, as Floral Haxhiun, Greta Bardelin,
Elton Korreshin, Zeqin e Caushin, Fadil Nasufin, është ai plagu Beratit e komunisti, Hatixhe Ekonomi, Gazmend Bardhi, Elion Mile, Fidel Kreka, Ana Dajko e tjerë. Ka dhe tjerë, se kaq kanë nxjerrë kjo faqe dhe unë nuk hyra më që të kontrolloj më shumë. Kanë marrë çdo muaj vlerat maksimale të mundshme, ku në total shkojnë deri në 300.000 lekë të reja, pra 3 milion lekë, pa llogaritur pagën. Vlerën më të madhe e përfitojnë kryesisht në zërin dieta ushqimore brenda vendit. Në vlerën maksimale të saj në shumën 148.920 lekë, ose thënë ndryshe 1.489.000 lekë, e 200 lekë vjetra. Kjo shifër, duke marrë në konsiderat maksimumin 22 ditë pune, tregon një kosto rreth 65.000 lekë në ditë, që është relativisht e lartë për kontekstin shqiptar. Ka thënë dhe një ekspert i ekonomisë për faqen Faktoje. Pra, se nuk është mirë, se do thot në njëri kështu, po jo nuk kujtohet buka e kujdim. Nuk po kujtojmë bukën, se tani na I pagujmë ata me taksat e tona, me taksat e atyre që kanë votu Zeqinen, vetëm për të ngrënë, ti që I ke dhënë votën Zeqines për nej 50.000 lekë, ose edhe pa lekë fare, vetëm se bërtista ajo o gazo. Ajo, vetëm për të ngrënë, merr 65.000 lekë në ditët nga xhepi jot. Unë nuk jam kundër po themi trajtimit të mirë të deputetëve. Pra që të kuptohemi qartë. Nuk jam kundër privilegjeve. Deputetët duhet të kenë privilegje, sepse presupozohet që janë elita e një shoqërie, elita e një kombi. Edhe duhet trajtohen më mirë se sa tjerët, se kanë vështirësi pune, se vështirësia punës është në mendje, nuk është vetëm në krahun e fizik. Po tani më thoni prej këtyre ju, kush heq vështirësi pune prej këtyre? Heq kjo Bardeli, ky Korreshi, Caushi, Nasufi, Ekonomi, Bardhi që punoj çik më shumë se gjithë këta në fakt, se është edhe kryetari I grupi. Kreka apo Ana Dajko apo Zeqineja. Pra, shiko, të marrin privilegje deputetët, dhe unë mendoj që ju takon është një gjë tjetër, dhe të paguajnë shqiptarët shuma marramendse, 65.000 lekë në ditë vetëm për ushqim, 170.000 lekë muajit vetëm për telefon, për ca ignorant, të cilët janë në parlament se I ka dash qefi Edi Ramës, Sali Berishës, Ilir Metës, Adriatik Lapajt e kujdo qoftë, për ta mush listën e deputetëve me ignorant, për të kontrollu partitë e tyre, kjo është e turpshme. Kjo nuk është me ju kujtu bukën këtyre, po kjo është me ju kujtu shqiptarve se çfarë tallje spektakolare bëjnë këta me ju. Pra, kjo është vjedhje. Ju vjedhin. Ti pagun me paratë e tua, të hajnë bukë 65.000 lekë në ditët ajo Zeqineja, se më falë se po e përmend si shpesh, e të bëjnë o gazo në parlament. Pra, një njeri që duket ashiqare që se ka iden fare çfarë janë ligjet. Nuk e ka iden fare pse është në parlament. Apo kjo tjetra që ka shku për rastësi, kjo halla tezja që është kjo e Dajk e këtij drejqit Lapajt. Apo qoftë edhe këta tjerë, pra janë të gjithë personazhe, ose Fadil Nasufi. Fadil Nasufi duhet ishte në pension tani. E ka hangë si kryetar bashkie në Berat, me komunizmin mire, me demokracinë mire, me gjithë. Çfarë do më Fadil Nasufi mërbu? Me I dhënë Fadil Nasufit gati 6 milion lekë në mujet, nga taksat e tona, një pensionisti që vetëm vegjeton tani. Nuk I jep asgjë më Fadil Nasufi këtij vendi. Nuk I jep asgjë më parlamentit. Po thash edhe një herë, përveç ti Gazbardit, jo se du me e veçu gazin, po është kryetari I grupit parlamentar dhe bëj çik politik. Gabim që I ka marrë gjithë aktore, që ka marrë 65.000 lekë ushqim ditët, shumë gabim edhe gazi. Po hajde se prodhon politik gazi. Po këta tjerë nuk flasin fare më, Hatixhe Ekonomi, e keni ngju ndonjëherë ju? Antoneta Dhimën, e keni ngju ndonjëherë? Ka ndonjë projekt ligj, ka ndonjë ligj të propozuar nga Antoneta Dhima, nga Ilirian Pendavi, as Floral Haxhiu, çfarë janë këta, Greta Bardeli po deshet, Elion Mile, Fidel Kreka, Ana Dajko. Ka ndonjë projekt ligj që rregullon jetën e shqiptarëve që është propozuar nga këta njerëz, të cilëve ju u jepni
65.000 lekë në ditë vetëm për të hëngur. Pra po e theksoj këtë, nuk jam kundër privilegjeve të deputetëve. Nuk jam kundër privilegjeve. Po deputeti duhet të jetë deputet, duhet të jetë njeri i ditur, njeri i mençur. Duhet të jetë njeri i ndershëm. Pra, i ka privilegje deputeti, sepse është njeri i ndershëm, i ditur dhe ka për t'i dhënë shoqërisë. Ka për t'i dhënë ligje më të mira, ka për t'i dhënë kujdes ndaj elektoratit vetë, kujtun të gjitha marrë. Qa japin këta, më qafshim unë, qa japin? Futuni dhe vetë dhe kërkojni, edhe merrni shihni çik çfarë japin në parlament këta emër për emër ose gjini dhe emra të tjerë nuk kanë rëndësi fare. Gjini dhe emra të tjerë nuk kam fare se unë i kam marrë ke faqe, pra ke faktoja dhe s'jam marrë fare me bo seleksionime, i futa gjithë siç janë. Për ne të shkalluar këtu, po t'ishte që maja anësi politike do kisha heq Gazbardhin për shembull, sa hoqa. Sepse gabim shumë i madh që i merr dhe Gazi ato para. Turp e faqezes për gjithë shqiptarët, turp për neve si popull, kë paguaj me benefitet jashtëzakonshme nga xhepat ton, një shoqëri që s'ka bukë të hajë, një shoqëri që keq ushqehet, pagun lukse për një tuf ignorantësh, sepse i ka dash shefi kryetarëve të partive t'i fusin parlament, t'i bëjnë deputet, edhe ne të pagujmë atyre miliona, se do bëjnë miliona euro ato deri në fund 4 vjeçarit. Nuk është vetëm sot kjo pjesë. Turp. Ja, kaq na kushton neve me hëngër, ajo zëqineja, bra. 65.000 lekë në ditët. Një herë në javë të flet në parlament ajo. Edhe atë herë thot o gaz, edhe kaq. Hajde, mirupafshi, nuk i gjini këto nëpër media tjera se nuk i lën ata që kanë fut zëqinet nëpër lista.